E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Moderatorja e Big Brother VIP Kosova, Jonida Vokshi, këto ditë ka qenë në qendër të vëmendjes për një lajm i cili mori honën e madhe në Instagram. Një video që tashmë është zhdukur nga kanali YouTube ku Jonida komenton, domethënë banorin i cili është larguar nga shtëpia e Big Brotherit, që bëhet fjalë për Tonin, ku një reagim, një mimik e fytyrës së Jonidës edhe Alaudinit u bë temë e diskutueshme e rrjeteve sociale. Unë në fakt nuk dua që kjo të jetë një reagim për marketing, sepse ne duhet ta kuptojmë që Big Brother apo moderatorët apo opinionistët apo banorët brenda janë në gjendje të bëjnë lloj-lloj mimikash që të krijojnë bomba jashtë, që të krijojnë aludime jashtë, që të krijojnë thashetheme jashtë. Do me thënë, mund të ketë qenë një gabim i vërtet, por mund të ketë qenë edhe një gabim, le të themi, i menduar për të reaguar publiku dhe për të krijuar klikime, duke ditur se Big Brother VIP Albania po startonte, por qëndron dhe kjo pjesa tjetër që mund të jetë e vërtetë dhe produksioni është trembur sepse Toni filloi të komentohet shumë në rrjetet sociale, domethënë më duhet të ripërsëritem në atë të djeshme, në njëjta gjë si me gjestin vitin e kaluar dhe për të mos u marr Shqipëria Tonin, ato e futën në shtëpinë kapsule aty ku do ta kishin në menaxhim vetë produksioni dhe natën e sonte pritet që Toni të futet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Por siç duket Jonida Vokshi është shumë e prekur me komentuesit, me opinionistët e këtij reality show, në fakt opinionistët e jashtëm, jo opinionistët e programit, të cilët e komentojnë këtë reality show, ku ajo ka vendosur që të reagon në një shkrim që ka bërë në rrjetin e saj social Instagram. Jonida thot kështu: ju e keni parë që unë reagoj për çdo situatë me humor dhe ashtu do vazhdoj ta bëj. Sërish pas këtij momenti. Por thot u bë boll. Unë e di e në një format si Big Brother çdo moment është i ndjeshëm. Por besoj njëkohësisht në një lloj analize tuaj pak më të thellë se kaq. Ky format ka një produksion të tërë gjigant nga brapa, që edhe sikur gjë që nuk ndodh kur, të gabohet një emër, ai s'ta lejon. Kemi një shprehje popullore: hedh një budalla një gur në lum, ngrihen 100 të mençur për ta nxjerrë që aty. Tek unë kritika nga ana juaj është për herë mirëpritur, madje e vlerësoj pa mas. Keq interpretimet dhe insinuacionet jo thot, sidomos këto të ardhuara nga reagime, momente spontane apo qof nga një buzëqeshje. Sigurisht këtu ka dashur ta thotë të ardhura. Të lutem Jonida. Do juftoja të ishit më të kujdesshëm me gjykimet ku mund të ketë njerëz që ndikohen për shkak të mos kujdesit tuaj. Pak me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin është minimumi që i detyrohemi. Faleminderit atyre që e kuptojnë dhe dinë të dallojnë spektaklin nga realiteti. Judo Jonida Fort. Në fakt kjo është reagimi i Jonida Vokshit, e cila në një farë mënyrë, domethënë, thotë që unë nuk e kam bërë me kastile dhe nuk është se kam gabuar emrin, por ishte Toni ai që duhej të largoj nga shtëpia Big Brotherit, por e vërteta siç duket nuk qëndron kështu, sepse u duk që në fillim që ndodhi një gjë dhe siç duket gjërat u përzitën. Por gjithsesi ne do të shohim sonte se çfarë do të ndodh, a do të jetë Toni më pjesë e këtij spektaklit pasi që pritet të kthehet brenda në shtëpi, moment në moment, por domethënë vetë nata e Prime-it sonte do të flet. Arsyeja pse Toni hyri në shtëpinë kapsul, domethënë ne them mendimin tim dhe i qëndroj mendimit tim, është fakti se Toni duheshte me patjetër të izolohet nga produksioni, se frika ishte që mos Big Brother VIP Albania ta bënte marrjen e tij. Dua të marr mendimin tuaj.